Shqipëria do të përballet në mbrëmjen e 7 qershorit kundër Serbisë, një ndeshje që pritet me interes të lartë për shkakun e rivalitetit historik. Një fitore kundër Serbisë shijon më shumë se sa ndonjë kundërshtari tjetër, por në fakt, kjo ndeshje është më shumë se sa rivaliteti historik. Luhet shumë për Shqipërinë. Kombëtarja jon, me brezën e artë që ka në dorë, kërkon për herë të parë kualifikimin në botëror. Problemi qëndron në faktin se jemi vetëm në ndeshjen e tretë të kualifikueseve. Shqipëria nuk e ka bërë ende asnjë hap të gabuar, duke hequr këtu humbjen e pritshme në transfertë ndaj Anglisë, dhe do të luajë menjëherë një finale ndaj Serbisë. Pra një finale pa gabuar askund dhe jemi vetëm në ndeshjen e tretë, një situatë e pazakontë, por në rast fitore, shanset e Shqipërisë për vendin e dytë do të ishin më të larta se sa kundërshtari. Në rast barazimi, shanset tona do të veniteshin shumë, dhe në rast humbje do të ishin thuajse zero. Do të kërkojë një fitore në Beograd me patjetër dhe një sër kombinimesh të tjera për të marrë vendin e dytë. E parë në këtë prizëm, fitoria me Serbinë nuk është vetëm një detyrim moral dhe historik, por njëkohësisht e vetmja mënyrë se si ne mund të shkojmë në botëror. Nuk ka më asnjë rrugë tjetër, dhe nëse Shqipëria shkon në botëror, do të gjendej në vazon e katërt, pra në vazon e fundit. Një faqe ndërkombëtare specializuar për analizat e ndeshjeve të futbollit ka nxjerrë një panoramë të ndarjes së vazove të botërorit, ndërsa për momentin është vetëm Europa që nuk i ka nxjerrë ende ekipet e kualifikuara zyrtarisht, por në këtë rast, kjo faqe ka vepruar duke futur favoritët që do të kalojnë më tej. Dhe sipas tyre, Serbia ka më shumë shanse se Shqipëria, duke e lënë në vazon e katërt, po në të njëjtën vazo që do të gjendej Shqipëria nëse do të shkonte në botëror. Kështu në supozim, Shqipëria nuk do të ndeshte në botëror me Greqinë, Arabinë Saudite, Jordanin, Turqinë, Norvegjin, Venezuelën dhe disa ekipe të tjera, pasi gjendet në të njëjtën vazo me ta. Por kombëtarja jon do të kapte rival nga vazo e parë, si Brazili, Hollanda, Franca, Argentina. Në vazon e dytë, ekipe si Uruguay, Kolombia, Japonia, Maroku. Në vazon e tretë, ekipe si Ekuadori, Egjipti, Paraguay dhe Kameruni. E sigurt është se nuk do të ishte një short më i pamundur se sa i evropianit të Gjermanisë, atje ku u gjendëm në të njëjtën grup me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë, një short shumë më i vështirë se sa ky i supozuari në botëror. Dhe nga ana tjetër, do të shijojë akoma më shumë nga tifozët shqiptarë, pasi do të përballeshim me rival që nuk i kemi pasur asnjëherë në historinë tonë përballë nesh.